Këtë të shtunë të 23 majit mbahen zgjedhjet për kreun e Partisë Demokratike, ku në garë është vetëm kryetari aktual Sali Berisha. Në shkallë vendi, rreth 51.000 anëtar të PD-s janë thirrur për të marrë pjesë në votim për rikonfirmimin e tij në krye të kësaj force politike. Në krahasim me procesin e vitit 2021, që konsiderohet si zgjedhjet e fundit normale për demokratët përpara përçarjes, numri i anëtarëve me të drejtë vote ka pësuar rënje. 4 vite më parë në lista figuronin rreth 75.000 anëtar. Procesi i votimit ka nisur në orën 8 të mëngjesit dhe po zhvillohet në mbi 90 qendra votimi në të gjithë vendin. Edhe në Shkodër, demokratët ju drejtuan qendrave të votimit që në orët e para të mëngjesit në kuadër të referendumit për rikonfirmimin e Berishës. Procesi në Shkodër është zhvilluar i qetë dhe pa probleme, edhe për faktin se Berisha është kandidat i vetëm. Në listat e PD-s në Shkodër janë të regjistruar rreth 6.800 anëtar me të drejtë vote. Për demokratët e Shkodrës, rikonfirmimi i Sali Berishës shihet si një detyrim politik, por edhe si një shpresë për ringritjen e Partisë Demokratike. Janë të rëndësishme pra se nuk ka me të kushtitër zotim, vetëm një Sali Berisha është i drejt, i nërshëm, i sinqert. As ke Edi Rama, as ke Zot, as ke kurrë një në tonë botë. Një në drejt që të nkërkush dojnë me në një ashtu. Të janë zgjedhje shumë politike, për arsye se këtë klasa politike e majta është kundër Sali Berishës. Ai është vetëm një oktapod në Shqipëri, po thosh se drejton partitë politike. Edhe Shqipërinë edhe me gjërë, edhe votova për Sali Berishën në arsyeja. Se gjithë të tradhtar, gjithë hajduta, gjithë gjanat tonë që banë Shqipëri nuk banë botë. Zënës kërminisa, kryetar bashkisht, Deris Bir, minisa, zënës minisa këtë i Burg, Gjoja, bo janë këshpia, harë miliarda lekë edhe shtet. Pra Berisha e bën shtetin shqiptar. S'ka tjetër në Shqipëri. 94 që jam antar i kësaj parti, për Partinë Demokratike kena anëru qysh se kena marru klasën e parë. Dhe thotë që ishën 52-shin. Në total në Shkodër janë vendosur 3 qendra votimi, 2 pranë selisë së Partisë Demokratike afër rrugës së Ish-Gjykatës, ndërsa një tjetër është hapur në njësinë Berdicë për të lehtësuar pjesëmarrjen e votuesve.